Gjithmonë të përkëdhelur nga yjet, këto janë 3 shenjat më me fat të zodiakut për muaj nëntor. Nëntori konsiderohet nga astrologët si një muaj i mbar për shenjat e zodiakut, por më të përkëdhelura janë vetëm 3 prej tyre. Yjet po u buzëqeshin veçanërisht binjakëve, gaforës dhe akrepit, duke sjellë një kombinim të jashtëzakonshëm fati, energjie kreative dhe mundësi të reja, nga rritja e vetbesimit dhe fatit financiar, deri tek dashuria që lulëzon dhe mundësitë e profesioneve që hapen. Këto shenja do të ndihen si qendra e universit të muaj. Binjakët, kjo periudhë ju gjen veçanërisht aktiv dhe produktiv, me gjitha planetët që ndriçojnë shtëpinë tuaj të punës dhe shëndetit. Do të fokusoheni në përmirësimet përditshme dhe zakone të reja. Jupiteri në shtëpinë tuaj të dytë sjell fat financiar dhe rrit vetbesimin, ndërsa trekonçi i madh i ujit aktivizon kreativitetin dhe dijenin. Hëna e plot në 5 nëntor ju ndihmon të lini pas shqetësimet e vjetra, ndërsa hëna e re në 20 nëntor shënon fillime të reja në marrëdhënie. Gaforia, fati është në anën tuaj të sezon me diellin. Marsin dhe Mërkuri në shtëpinë tuaj të 5 do të ndjeni rritje energjie në dashuri, argëtim dhe kreativitet. Marsi që kalon në shigjetar aktivizon shtëpinë tuaj të punës dhe shëndetit, duke ju ndihmuar të vendosni qëllime të reja. Venusi në peshore sjell energji pozitive në familje dhe shtëpi. Akrepi, dielli, Mërkuri dhe Marsi në shtëpinë tuaj të parë sjellin energji, vetbesim dhe mundësi të reja. Kur Marsi të kalojë në shigjetar, do të përqendroheni më shumë tek financat, ndërsa hëna e re në 20 nëntor do të sjellë fitime të reja dhe mundësi pozitive ekonomike. Jupiteri favorizon udhëtimet, studimet dhe zgjerimin e horizonteve, ndërsa Venusi rrit magjepsjen dhe karizmën tuaj. Në 5 nëntor, hëna e plot sjell zhvillime të rëndësishme në marrëdhënie dhe bashkëpunime.